Ndalemi në tjera zhvillime në një mesazh të drejt për regjimin iranian. Donald Trump nga Detroiti paralajmëroi për çdo person që vret ose keq trajton protestues iranian do të paguajë një çmim shumë të lartë. Ai shtoi kur u pyet për këtë çështje se kishte këshilluar aleatët e Shteteve të Bashkuara që të largohen menjëherë nga Irani. Mendoi se duhet të largohen. Nuk është ide e keqe. Më herët ai u bëri thirrje iranianëve që të vazhdojnë protestat dhe të mbajnë mend emrat e atyre që i akuzojnë, duke thënë se ndihma është rrugës ndërsa establishmenti klerikal i Iranit vazhdoi goditjen ndaj demonstrantave më të mëdha të viteve të fundit. Iranian patriot, vazhdoni i protestat, merrni në kontroll institucionet tuaja. Ndihma po vjen, shkroi Trump në një postim në Truth Social, pas sqaruar se për çfarë ndihme bëhet fjalë. Ai tha se kishte anulluar të gjitha takimet me zyrtarë iranian derisa të ndaleshin vrasjet e pakuptimta të protestuesve dhe në një fjalim të mëvonshëm u tha iranianëve të ruajnë emrat e vrasësve dhe abuzuesve sepse do të paguajnë një çmim shumë të madh. Grupi Amerikan për të drejtat e njerëzit tha se nga 2003 vdekje që kanë konfirmuar 1850 ishin protestues, ndërsa shtoi se 16.784 persona janë arrestuar, një rritje e ndjeshme krahasuar me shifrën e publikuar të hënën. I pyetur se çfarë nënkuptonte se ndihma po vjen, Trump u tha gazetarëve se do duhet ta kuptonin vetë. Trump ka deklaruar se veprimi ushtarak është ndër opsionet që po shqyrton për të ndëshkuar Iranin për shtypjen e protestave. Nuk kam dëgjuar për varjet, nëse i varin do të shihni disa gjëra, nëse do të ndërmarrim veprime shumë të forta, nëse bëjnë diçka të tillë, tha Trump në një intervistë për CBS News. I pyetur për qëllimin përfundimtar të tij ndaj Iranit, Trump u përgjigj: "Qëllimi përfundimtar është të fitojmë. Më pëlqen të fitoj." Komentet e Trump erdhen pasi ai u pyet për deklaratat që kishte publikuar më herët në rrjetin e tij social Truth Social, ku shkruante se ndihma është duke ardhur. Po ka shumë ndihma, tha Trump, që po vinë dhe në forma të ndryshme, përfshirë ndihmën ekonomike. Ne nxorrëm Iranin jashtë loje sa u përket kapaciteteve të tij bërthamore, tha ai, duke ju referuar sulmeve amerikane ndaj objekteve bërthamore iraniane në muajin qershor të vitit të kaluar. Duke e theksuar mungesën e shifrave të sakta për viktimat nga protestat në Iran, Trump tha: "Askush nuk ka qenë në gjendje të na japë shifra të sakta se sa njerëz kanë vrarë. E dini, nëse duan të ketë protesta, kjo është një gjë, po kur fillojnë të vrasin mijëra njerëz dhe tani po më flisni për varje, do të shohim se si do të shkojë kjo. Nuk do të shkojë mirë", shtoi ai. Duke cituar organizatat jo qeveritare iraniane me bazë në Shtetet e Bashkuara dhe Norvegji, transmetuesi amerikan Fox News raportoi të hënën se familja e protestuesit të arrestuar Erfan Sultani është informuar se 26 vjeçari është dënuar me vdekje dhe se dënimi pritet të ekzekutohet gjatë ditës së sotme.